që kjo Vlona Qereti në Los Angeles, në të cilin vend po e zhvillon edhe karrierën e saj muzikore, se çfarë do ndodhë më tutje, mbesim të shohim. Los Angeles gjatë muajit shkurt shndrohet në një qendër ku mund t'i shohim pothuajse të gjitha yjet hollywoodian. Ka shumë evente të ndryshme, e ndërto edhe Grammy Awards, Music Hair, OK Magazine e disa të tjerë ku stafi emisionit prive ishin prezent dhe në vazhdim ju sjellim disa pamje ekskluzive dhe disa yje të cilët vetëm tek ne mund t'i shihni. Ky udhëtim u mundsua nga Hotel Emerald. Kiss FM Radio kishte organizuar një ndaj në hotelin GW Marriott, ku qindra kompani kishin sjellur dhurata për të famshmit që do të vizitonin atë vend. Të pranishëm nga ata të cilët ishin ftuar qenë vetëm disa. We got major, you know what I'm saying? Got his deal locked in and settled, so we about to get back to shooting a film in the new city, the 5th season. Në anën tjetër, ishin partit e mëdha të revistave më prestigjioze si OK Magazine. Në listën e gjatë të ftuarve ishin disa nga Kardashians, Christina Milian, Tyga e Chris Brown. Por këta nuk u pan aty, nga se po në të njëjtën ditë kishte organizime të shumta gjithandej. E pranishme ishte Draya Michelle, e njohur nga reality show Basketball Wives, dikur në lidhje me Orlando Sandrick, lojtari i ekipit të futbollit amerikan. Draya Michelle, Kosova. I worked at the bank. I was just, a normal girl, and that's what I did. Në partin e OK Magazine ishte pranishme dhe këngëtarja Neon Hitch, e cila duke e veshur mjaft ndryshe dhe shumë me stel. U bë e njohur nga hiti i saj i vitit 2012. It's really funny because I was like, fuck, I got nothing to wear, and it's always those days when you got nothing to wear that people are like, you look good, and I'm like, all right, thanks. Pothuajse gjithë qendra e qytetit ishte e bllokuar për të pasur sigurinë maksimale për yjet në tapetin e kushtit të ngjarjes së madhe Music Hair. Music Hair ofron një rrjet sigurie të ndihmës kritike për njerëz të fushës së muzikës në kohë dhe nevojë të tyre. Shërbimet dhe burimet e Music Hair mbulojnë një gamë të gjerë të emergjencave financiare, mjekësore dhe personale, secili në rastet e famshmëve që ata kanë. Është trajtuar me integritet dhe konfidencialitet. Ky fondacion është formuar nga Akademia e Çmimeve Grammy para 5 viteve. Këtë vit eventi nderoi si personin e vitit 2015 këngëtarin e madh Bob Dylan, që askush nuk kurseu fjalët e mira për të, vetëse Lady Gagas, që nuk dha prononcim për askë. Oh, Bob's the man. Now, somebody said he's got a new album out. And he's just somebody who stays so true to his craft and so true to saying things the way people are feeling. He's one of the greatest songwriters that's ever lived. Lyrics especially, I think. Dy ditë më pas ishte ngjarja e madhe e edicionit të 57 të Grammy Awards. Masat e mëdha të sigurimit, rrugët e bllokuara dhe reklamat gjigante të eventit kishin mbushtuar qendrën e qytetit të Los Angeles. Kjo ngjarje po mbahet në Staples Center dhe tani e gjithë bota vesh e sy nga transmetimi që do të jepej në TV të ndryshme nëpër botë. Rihanna, Ashanti,
Toni Braxton, Iggy Azalea, Rita Ora ishin vetëm disa nga fytyrat publike që kapi kamera jon, të paktën me nga një përshëndetje. Disa nga yjet që fituan janë Beyoncé, Pharrell, Christina Aguilera dhe ai që rrëmbeu çmimin kryesor dhe më së shumti është Sam Smith. Edhe ky vet në këtë ngjarje pati kritika, sugjerime e lavdërime nga më të ndryshmet, por jo të gjitha u morën parasysh. Performanca që u votua me notën më të lartë për thjeshtësi dhe emocion ishte ajo e Rihanna, Kanye West dhe Paul McCartney. Ky udhëtim u mundsua nga Hotel Emerald.